Andaj krejt që kënë dunja që ka të ndodhë për zullumit, t'jeni të bindur që ka marrë dënimi. Qfar forme nuk e dina, t'jeni të bindur që ka marrë dënimi. Mos të gaboni as 1 milimetër me gjyshuhe që Allahu subhanahu wa ta'ala s'ka mu hakmar. Le ta pështjelin që shdojnë, le ta maniovrojnë që shdojnë, le të manipulojnë që shdojnë, pa e pru Allahu dënimi nuk e le. Që shdojnë ne të mledhen 100 seminare, le të bëjnë qka të dojnë organizatat, pa e sjell Allahu në dëshkimin për ata fëmijë të vdek pa faj, se le Allahu xhelalu ala. Krejt komplet që kanë marrë pjesë aty, gra, të cilat i nxisin burrat e vet, mos mi respektu baballart e burrit vet. Le ti ken tutën Allahu subhanahu wa taala se kanë me të hinë xhenem. Wallahi kanë me hinë xhenem që për tekat e veta, për llastosit e veta, për budallakiat e veta, i nxisin burrat e vet, mu rebelu burrat kundër prindërve të vet. Ti do me shtin xhenem ata, ku do me shti ata? Le të kenë frikë Allahu subhanahu wa taala, çdo motër muslimane ti tutët Allahu xhelel xhelalu. Shtypat mlleftanin, shtypat budallëktanin, ulo aty rrisinjeri, mos e nxit burrin kundër babës edhe nënës vet. Agjendo kjo të ndëruar xhamat, agjendo. Ati a menon se kritë qash ka dalin këta kundër familjes, to kote kota. Milionat japën për ti mos me folë me vllavin tanë, milionat jepën. Milionat jepën ti mos me pas familje, ti mo kanë vetë. Qyri shoqërisë që shkanë degradu vetë. Fardania, individi thot, neve na intereson individi. Ka thonë alayhi salatu wassalam, krejt gjunahet Allahu qka i ka bë gjunahe, ka mundësi me shti dënimin sa doje vetë deri në kiamet. Ka shumë gjunahe lloje ndryshme, Zoti me dashë do në dunja, ka thënë alayhi salatu wassalam, me dashë jashtë në ahiret. Përveç 3 gjunaheve, ato vinë dënimet më njerë. Vinjere kësaj të ndëruar xhamat. Ka plot gjunahe njeri ban mes ti dhe Zotit vet. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, me dashë Zoti e fal, me dashë të donon, me dashë jashtin dënimin ahiret, dunja kur gjase gjem. Përveç 3 gjunaheve, kush i ban këto 3 lloje gjunaheve, ka thënë alayhi salatu wassalam, yu'ajjilullah bi sahibiha, minihar Allah i qatina ja be dënimin minihar. Cilat janë këto 3 gjunahe? E para, el baghi, zullumi. Zullumi me paramendim, zullumi me menim, zullumi me plan, zullumi me nxitim. Kur ti nxiton mi bosh ardikujna, nxiton me shkel dikan, nxiton mi bo padrejti dikujna, Allahu xhelala ka garantuar se ka mi ardh dënimi. Andaj krejt që në dunja që ka të ndodhë për zullumit, t'jeni të bindur që ka marrë dënimi, qëfar forme nuk e dina, t'jeni të bindur që ka marrë dënimi. Mos të gaboni as 1 milimetër me gjyshuhe që Allahu subhanahu wa taala s'ka mu hakmar. Le ta pështjelin që shdojnë, le ta maniovrojnë që shdojnë, le të manipulojnë që shdojnë, pa e pru Allahu dënimi nuk e le. Që shdojnë ne të mledhen 100 seminare, le të bëjnë qka të dojnë organizatat, pa e sjell Allahu në dëshkimin për ata fëmijë të vdek pa faj, se le Allahu xhelalu ala. Krejt komplet që kanë marrë pjesë aty. Kjo është e para, el baghi. Kjo vlen për shoqërinë, vlen edhe për individin. Qofse edhe ti ki bo këshijës tan zullum, ka me ta kthi Allahu subhanahu wa taala. E dyta, wa uququl walidain, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe kush rebelohet ndaj prindërve, Allah në dunja mirët me ta, jo në ahiret, këtu në dunja. Ja prish Allah jetën pikë këtu. Wa uququl walidain. A e dini të ndëruar xhamat, se Allahu subhanahu wa taala me një fjalë, me një folje e ka kërkue falëndërimin ndaj vetës, ndaj ti dhe ndaj prindërve. Wa anishkur li wa li walidayk. Wa anishkur li wa li walidayk. Allahu subhanahu wa taala me një folje ka thënë, falëndëro mua dhe prindrit, me një fjali ka shti. A kupton sa nga to? Andaj nuk duhet askush mi shku mendja mi shku, mu rebelu ndaj prindërve, apo mërës mi respektu ata, apo ato gra të cilat i nxisin burrat e vetë, mës mi respektu baballart e burit vetë. Le ti kënë tutën Allahu subhanahu wa taala se kanë me të hinë xhenem. Wallahi kanë me hinë xhenem që për tekat e veta, për llastosit e veta, për budallakiat e veta, i nxisin burrat e vet, mu rebelu burrat kundër prindërve të vet. Ti do me shtin xhenem ata, ku do me shti ata? Le të kenë frikë Allahu subhanahu wa taala, çdo motër muslimane ti tutët Allahu xhelel xhelalu. Shtypat mlleftanin, shtypat budallëktanin, ulo aty rrisinjeri, mos e nxit burrin kundër babës edhe nënës vet. A kupton se Zoti ka, e kur t'ja bere Zoti dënimin burrit tan, ka me ta pru edhe ti se bashkë me një kulmin, apo? O uququl walidain, kujdes, e një shkur li wali walidejk,
Me një folje ka pranue. E ka pru Allahu Gjela. Mu falëndëron dhe prindërit e tu. S'ka në Kur'an që si forme të ligjërimit. As një ajet nuk është qështu. Dhe i treti, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe i treti është ai personi i cili bon zullum, edhe lloji i zullumit të tina e meriton pindunja me apru dënimin. Cili është ai? Ai i cili këput lidhet para fisnore. A ka më të keqe se mi prish familjet? A ka më të keqe se mi degradu familjet? Këshire që ka ju ka ndodhë familjeve. Ku haët sofër me një vend? Ku hajnë buk me një vend? Kalzom të në shpi hajnë buk me një vend? Sa të ralla janë të shpi? Këta e ka prish dikush të ndëruar xhamat. Sa kanë qështu, këta e ka prish dikush. Kanë hangë njerëzit bashkë, janë dasht, kanë nejt, agjallare, dajallare, halla e teze, ka pas lidhe farë, këta e ka prish dikush, këta e ka menu dikush. Ja kujtoni se ki qashtu ka ardhë qashtu leta. T'ja menon se tip se s'flej, se s'fol me këtë familjarët e tu, qashtu ka ardhë, u qoven sa pas, s'ka më familje. Jo, dikush plan e ka bo këta, plan. I kryezohet i për atënë, kusho? Shejtani. E pastaj e kanë zbatu naivat, e shejtan për insanve, e shejtan prej llojeve të ndryshme të njerëzve, e kanë zbatu kada. Agjendo kjo të ndëruar xhamat, agjendo. Ati a menon se kritë qash ka dalin këta kundër familjes, to kote kota. Milionat japën për ti mos me fol me vllavin tan, milionat jepën. Milionat jepën ti mos me pas familje, ti më kanë vet. Qyri shoqërisë që kanë degradu vet. Fardania, individi thot, neve na intereson individi. Edhe ligjet i trajtojnë me individ. Pse? Neve thot na intereson individi. Kjo është e sinume, agjendo. Ka thënë alayhi salatu wassalam, që të tri gjunahe Allah nuk i shtin për akhirat, këtu i bet dënimet. Edhe njëherë, i pari cili jo, a që ka ban padrejtësi, zullum, i diti, a i cili nuk i respekton prindrit e vet. Edhe i treti, a i cili këput lidhet fare fisnore. A i cili këput lidhet fare fisnore. Dhe pastaj ka sinë Imam Bukhariu një hadith nga Ebi Hurajra radhiyallahu an, të cilin e ka trajtu si zullum. Imam Bukhariu, këtë këto hadithe, çdo kapitull, çka të vjen e hadith lidhet me kapitullin. Kapitulli e ka emrin kapitulli i zullumit. Krejt hadithet e poshtë janë zullumit. Çka ka në këtë zullum? Thotë Ebu Hurajra radhiyallahu an, yubsiru ahadukum al-qadhata fi ayni akhihi wa la yubsiru al-jidhl fi nafsihi. Ka thënë Ebu Hurajra radhiyallahu an, njani pi juve e sheh pluhurin e vogël në sinin e vllavit vet, e nuk e shet drunin e madh të vetvetja e vet. Çka ka dosh me thonë? E këni po njëri thot, gabove që të vlla, një detali vogël, gabove thot. A ki trungin të shpija e ka, trungin e ka. Kja i mush në gjunahe, i ras në gjunahe, ama ti ta sheli pull, thot që kjo pulla pak se pas kem shtel. Po ti komplet i desht me koke, unë një pull se pas na, po ti komplet i desht koke. Që tu vlla që këtë gjuna si të munësh me lanë, se nuk ka mirë me e bo. Apo, ka dal pi kazenos të maders, del pi kazenos të maders, del pi bigjozit të maders, apo, del pi kamatës të maders, i ban kreta krimët që ka egzistojnë tokë edhe të kalzon, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. A e kuptoni që atu ndodh, Kjo absurditet, kjo nuk ka ndodh veç kohën tonë. Njeri me dal pi gjunahit edhe me të majt ders për fe. Të na ndodh kjo ndodh. Çka tha Ebu Hurajra? Këta e ka përlemru moti aj. Tha e sheh njani pi juve plunin. Po i pluni nuk shihet në zimin e tjetrit, duhet me morë me mikroskop me këshir. Plunin në zin. Ti te mjeku kur shkon ai thot ka dalë qetsoju për me ta këshir sinin. Gjithë ato mjeta i ka, thot ka dalë ta këshirmi. Plunin e shet e ti. A trungin e vet të madh nuk e shet e vetja. Andaj të ndëruam xhamat. Zullumo që ne me trajtu gabimin të tjetrit dvogël, a vetën e kemi harruar. Miro morë me vetën tane, miro me hallin tane, o vlla. Miro morë me xhenemin tane, me xhenetin tane. Këshir puno ta lirosh qafën tane pi xhenemit tane. Ta lirosh qafën pi xhenemit, se nuk e di ai e liru Allahu të mor frim. Na i shohim njerëz se si jetojnë, pastaj degradojnë, Allahu na ruaj dhe i ruaj fëmijët e tonë. Na nuk gëzohemi me devimin e kërkuina, mirë po njeriu të më mor me hallin e vet. Andaj mos lejoni të ndëruar xhamat. Ata të cilët i kanë trungat e gjunave të shtëpia me ta boti me gisht ka pluni i sinit tan. Kështu ka thënë Ebu Hurajra, ti plunin e pave të une, po ti trungin a të shtëpia. Ti a shemor familjen tonë ajo? Këshire mor pak familjen tonë? Këshire ti pak familjen tonë, mësa në drejtoj e tjetërën, drejtoj një aborrin tanë. E ka njëri shpartalu me familjen e vetë, munohet mi kalzu ati hoqë, shto shire hoqëja, gaboj. Këshire mor familjen tonë, drejtoj një familjen tonë ti. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i kishte mësuar sahabët me drejtu familjen e vet.